bashkëqytetar të komunës sonë, të nderuar mysafir, miq dhe bashkëvendas. Jam këtu jo vetëm si kandidate për Këshillin Komunal, por si një bashkëqytetare që beson se Bogovina duhet të zhvillohet, duhet të investojmë dhe duhet të ngrejmë zërin e qytetarit në vendimarrje. Vendosa të jem pjesë e jetës publike për të bërë pjesë e ndryshimit pozitiv, për të bërë zë i fuqishëm i çështjeve që do ngrisim për çdo familje, për çdo grua, për çdo të ri dhe për çdo qytetar të komunës tonë. Bogovina nuk është udhëhequr asnjëherë kaq dobët sa këto 4 vite që lëm pas. Bogovina nuk është lënë asnjëherë në harre sa këto 4 vite. Nuk është lënë asnjëherë e neglizhuar dhe asnjëherë nuk është lënë pas dore sa këto 4 vite që lëm pas. Këtë e dëshmojnë vetëm po të hedhim një sy në për rrugicat tona, vetëm po të hedhim një sy dëshojmë se gjithçka ka mbetur pas, pa zhvilluar dhe pa investime. Bogovina meriton më shumë, prandaj ne jemi këtu, sepse Bogovina meriton infrastrukturë më të mirë, Bogovina meriton shkolla më moderne dhe pa politizim. Bogovina meriton gjithçka, meriton që një rini të jetë këtu te ne dhe jo larg vendlindjes. Prandaj ne jemi zgjedhja juaj. Ne jemi këtu për të qenë zëri i çdo qytetari. Ne jemi këtu për t'i dhënë përkrahje çdo qytetarit për vendimarrje së bashku në komunë. Prandaj ju kërkojmë mbështetje. Prandaj unë sot ju ftoj të gjithëve dhe sidomos juve grave. Ju ftoj ta bëjmë ndryshimin bashk, sepse kur një grua ngrihet, ngrihet gjithë shoqëria. Faleminderit.